Roma shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë i kem prezant, faleminderit edhe sponsorët tonë. Urime e gëzuar vitin e ri 2026 gjithë ata që na shohin. Uroj që jeni kfill, na pianismi. Si vjet pak më herët me kont mori, inshallah gëzuar edhe urime gjithëve, gëzuar ju që po na shikoni këto momente. Na jena kfill për vitin me ekip. Mirë që na kalu. I falenderoj sponsorët tonë, është Ujë Sibora. Një shishe ujë Sibora është një hap drejt jetës së shëndetshme. Përndryshe është prodhim venduar, faleminderit shumë Ujë Sibora. Është KS grupi që ka rregulluar skenografinë tonë të mrekullueshme, faleminderit shumë. Do të gjejë pak nëse dani se janë prodhime vendore. Shikues të dashur, sonte do të flasim për një temë pak më të ndjeshme. Për nismë kështu do të flasim për vrasjet e pas luftës. Për me diskutuar mbi këtë temë, kam të ftuar një mysafir shumë special. Me kërkesën e tij edhe timën, ai vjen sonte për herë parë në emisionin tim. Është kryetari i shoqatës të Ira për drejtësi. Është vëllau i Haki Mirit që fatkeqësisht edhe pas 26 vite vrasja e tij nuk është zbulu. Me neve sonte është Bacaj Miri me dorë të gjithë. Bacaj Mer, faleminderit shumë që jelle. Respekte, faleminderit shumë. Nera të rrit. E di që ke pas shef edhe ti me orë dhe na kena pas shef me orë. Po sigurisht. Faleminderit shumë. Edhe juve. Spori para se me fillu t'ju kallëzojmë publikut që si jem kur gjanove me zveti, sa unë e Sadri Meri, ti Meri, a jem kusheria jo? Qashtu po gjanë, po ti fërizojt unë i vojnikit. Vojnikit s'ka të bëj kur gjanove me zveti, ja? Kryesurja, si jem në me zveti, ja bëjmë e di i publikut. Po edhe me konë. E që që kaluve këtë vitrini me se dyqysh? Po mirë, falemderit, mirë. Gëzuar e urime. Falemderit urime dhe juve. Inshallah ki shëndetin, familjen. Amin, falemderit shumë. Edhe kush do që na shikon, mund me thonë që këta e nesën me vrasje, bur. Po nuk ja nesëm ne me vrasje, ja ka nisë ata me vrasje. Kush ata? Po si dihen, pej Hashim tho që të pushtë. Pse për Hashimi se niku e pas pajtu me to? Me Hashimi apet, une muj me thonë Hashimi apet ma i mirë jo, pej tyne. Po Hashimi është i urt, edhe e kanë keq përdor shumë, se Hashimi më ka tregu shumë sene, Hashimi ma ka hjek mlonin, ka ardhë në teme, edhe më ka thonë të bëj be me 300 pleq. Unë i kumë thonë, a je ga që me bo be, ka thonë kur do shti. Për mu ishte knaqësia jo, që diçka bile u dok, diçka uni. Plus e ka shpoll lavin tanë heroj nëse s'ka bëj? Po, toni folëm aty, thasha diçka, e miratën vla i jam u shpoll heroj, tha sigurisht Haki Meri e miratën, tha një djallë, me 2 fakultete, tha një profesor e kumë pas kujdestor klase. Tha je miratën, tha dhe kena mi shpoll heroj, tha me emën Zotit. A i kish kompetentat. Shumë kanë thonë pse Hashimi. Shumë njerëz, ta shqyre, populli jo ndësene nuk i legjikon fare. Veç ja fut. Shumë kanë thonë, kur erdh Hashimi të une, mu ma shpolli vlovën heroj, mu lehtësu pak. Kanë thonë njerëz, kem kujtu që i meri e vret, Hashim thoqin, pse more, për shka? Po Hashimi nuk aj që ma ka vrov vlovën. Sashtë? Nuk ashtë aj. Du më ndërprejt që to. Gjithë ata që e shuhin këtë emision mujnë me thonë, po qysh, tana u bu basi i merë ka që i pushtë, shkej me nëhog, gati me kundra Hashimit. Po, une nuk jem shkue, nuk jem boj pushtër. A i bojnë hesab këj milet njerës që ju vronë, a i bojnë hesab që mu ka vrov vlau mua. Kur shkoj për vlau. Po ti thohë pak ma herë që Hashimi s'ta ka vrov? Jo, Hashimi jo more, po urdhrus tjerë. E kush janë urdhrus si mas teje? Po, më vjekeq shumë Hashimi më ka thonë për Recep Selimin. Por nuk o Recep Selimi. E kam mbuluë një tjetër, e kam mbuluë Sami Lushtokun. Sami Lushtoku është urdhrus i vrasjes vllajt tim. Për një që ti merë përgjithësin për çdo gjë që flet për të kallëzoj për tashtë. Unë s'kam përgjithësin këto që i thu pu. Edhe ju bëj apel gjithë atyre që e shuhin, e kanë, edhe pse është live emisioni, e kanë momentin me u lajmëru dhe me demantu ti nëse s'është kështu. Ata sigurisht nuk, qëre, foj është jetim. Nuk dënë me thonë, kërkush që po unë jam, apo s'jam. Që janë akuzat rona Bacaj Mer, të nëna... E di, që 26 vjetë, unë jam që pejt 2012 jem kryetari i shoqatës së Thirrë për drejtësi. Nuk u met kush në Kosovë do këtë su lajmëru të unë. Që tu kom dokumente shumë të mëdhaja, kom gjithë shka, që njerëz mu kanë lajmërua edhe nuk e di që kanë mu lajmëru që ta njerëz kur të din. Me 2 nëntor 99 u vra Haki Meri.
Vrasit po përsa i ke përmen edhe hera tjera? Vrasit e Hakis janë Agran Sulejmoni, Avni Feta dhe Naim Kadriu. Naim Kadriu konë sekretari shikit për Podujev. Informacionet sakta apo veç? Jo, informacioni sakt, pe unë miki në teme jënë ardhë me laptop edhe mi kanë ledzu këtë sene. A janë gjallë ata që? Jo, nuk janë gjallë, për Avni Feten simpozohet që janë shdikun, nuk është krejtë të sigur të a ka vdeka jo, këta dy tjertë janë vdekun. Naim Kadrive ka mytë vetën në Bishtkerit, edhe më kanë thirë policia isha në Gjermoni, në gjysë notës, tha, Naim Kadriu shkoj, e dishin tonë, e kanë ditë policia junë, e ka ditë unë Miki, e ka ditë ma vunë Oleksi, gjithë e kanë ditë që ata ishin vrasit të vlau tem. Ama mu su më interesojnë ata e në kom me pages, mu më interesoj kush i pruni mërë vla. Kush i pruni? Edhe e vranë Hakimerin me 2 nëntërë 99. E tash, unë e besoj që ata njerës që thujnë, qyre që ka po flet, bon në men që mu ka vra vlau, që ata njerës që thujnë, qyre që po flet i meri, bon në men që i meri 20 dit ka nej me dur lidh, në kuht luftës. Apo në shpjegot që toni me qysh ke orë prej Gjermoni, se dikush kush ishe këtë emision mund me pos hezitime edhe mund me pos, dhe me thonë, dyshime ndajteje se po thujnë që Hakimeri, po mëna, i meri kur ka orë prej Gjermonisë, spore është vendus në 92. Unë asë që e di që ka unë 92. 92 i kanë thonë, dhe me thonë, policisë Sërbijës në atë ku. Unë nuk e di asë që ka është. A është e vërtit që e vendus aty kur ka orë prej Gjermonisë? Kur njët, edhe kështë është. Nuk ku morë drejt për Gjermonio, unë ku morë për Kroacije. Unë jëmë ko pak pjesë marës edhe në luft Kroacijës në ndima. Ama, unë ku morë për Kroacije. Ku morë edhe bile, e kem posi të bim në pull, edhe, hajde kush po shkujmë për Kosovë, do të më shku në myrë të organizune për ndryshe merë njeri përgjegjësi vetë. Tha shqyre, edhe që tu në pritë qa përgjegjësi, unë zdi që ka thëmë, unë e jeca nestra. Atë në mromje, i kum hypa autobusit, më ka pritë këmajtë sheqiri në Zagreb. E kem bo notën që atë pjesë notës me ta aty, më ka qitë të aeroplani edhe kum fluturu ju mëron Shkup. Pe Shkupi, në Lajan, e ju më dojnë në Preshev, e ku morë në Gjilan edhe ju më hinë në Drenicë. Bile u ko interesant. Kër i morë në Prishtin, po i pyti da, qysh bre, a mundeni ka hjenë në refugjas, qysh se, a ka shansë, kisha një që i kanë shku ka vushtria. Tha, nuk ka shansë më shku anej njoni. Një djali i ri mu lajmë rubac, tha, hajde me mu, ku ki me shku te? Tha, shu në Drenicë, ku me shku në Vojnik. Tha, hajde me mu son të një fshat të kryni mretit. Tha, aty son të bojmë notën, nesra, tha, shkona nej. Jëmë shku aty, e ku më bo notën aty, më kanë prit mire e familje, jashtë zakonisht, i kisha këpus të lagë, tha, qerop, mi lajten, i këshin terë, u mo, tha, u që i zëti shpis ploku, krullën dërë, a ideali, tha, do për cjellë, unë, tha, basi një merë, tha, deri në Glogovc, dhe ndrenas. Tha, jo, tha, ty falemderit birë që ma ke prunë këtu. Tha, knej do e që junë. Edhe e murë krullën, na edhe e na shku bashkë aty. Ku jemi shku? I shku një protest. I shku një protest aty, atëhere për buk. E bëjshin ato do protesta. Po, grau kam pas do të bukë. Po, edhe jemi shku e kish pos vajzën aj aty. Në Korrëtic, fshati Korrëtic. Jemi shku të vajzë e tina, telefoni aty, edhe i kum lejmru djemët, e kum lejmru vlaun, që më rinva, edhe i kum lejmru shuk në Kroaci, që më rinva në Drenas. Atëherë Glogovc si theshim, edhe jëm dole ku morë taksin, a i tha po vion me ty, thash jo, edhe jëm shkue në Likovc, jëm shku në Pluzhin në realitet. Kur shkojnë në Pluzhin, plët shkolla njerëz. Kur hina aty, më kapën për qafëm një afshin tonë, dvenit tonë asoj dhe krejt, edhe ja nisën do po kojnë kojt edhe unë. Vlozën thash, për hajrë në kuf lufta, lufta kjo, mosu mërzitni. Po, thash, ku janë ushtria, ku ka ormë? Tha, qita shishe, erë Sulejmon Selimi me një djallë me mjekër veti dyti, i kishin në radiolidhje shkinisht i folke, as i fjallë si ja marke vesh. S'ma mërmene se s'kishu ushtrijaj. Edhe, thasha veç të dyjona, po ka hun gjitem për pjetë në Banjic, ishin konja 2 djemë, dhe të isha krejt të holla, ish morsi, ish taft, aty u që ke në analën. Tha, bac, ku po shkoni? Thash, po shkojmë kësmet, unë në Vojnik, në luft, bre bac, a jem në luft. Po tha, a në Vojnik po shkona, po, a me blenë njëftimi, thash, po, bo si që. Edhe, thash, bac, a vesh ju dyjnë ja?
Tha, na jem që tu, nja 3-4 tha janë në laush, kjo në realiteti. Tha, edhe nja 2-3 janë në Pluzhin, tha, shumë ka në vojnik, në fshatin tim. Tha, qatë jem të shku. Ne se u përshëndeta ma atë popull aty, u mërzitëm pak, po kalum, edhe pej atyhit, kum shku të dojt në Kopiliq, pej dojve, ka dole edhe jem shku në vojnik. Kur shkoj në vojnik, pika i shkon në shpiteme. Hakia i shkon të udheq aty, Hakia Abedini e ngajke Hakin në qatë ku. Abedin Regja. Edhe, më përshëndetën e vlo më kopi për qofe, rahmeti po shpirtje, tha vlo, thasha që shtu krejtë kjo lufta, tha vlo, tha lufta kja, tha e bo zëti mirë. Edhe, Hakia u konë aty në udheqësi, Hakin e ngajshin, ishtë djali shkollun. Edhe, mas një kuhë, ma vuën, të nëshë që shëndodhi. Kushe plagusin nime? Tu ka plagus vlau atë? Jo, ma ka plagu vlau në djali Gjemail Mehmetit, djali Jaronit Bob Stem. Rastisht. Pahiri u kona jo. E që po puna pasaj merë, se këta që e shuajnë emisionin, thojnë Sadria se ka po pytjet. Që po puna ti që hype në pizgaver të sërve, në atë kuën kur edhe njerës, do me thonë që në konë thjesht i kanë vrau. Mu më vje mirë, Sadri që më bënë këtë pytje, se shumë, a me thonë pohonë mulla, pohonë motë, qësh me thonë më falë shprejhje, po flasin qësh e që i meri vlaun në spital. Me kërë shkijeve? Mas pari, me lodë, me kërë temë. Jëmë shkuet të zajmë Bajrami në Zbicë. Ja ka dhoj në kësit dhimve edhe ja ka lidhë komën. Edhe më ka thonë zajimi, i merë, në bëfsh njetë me dekë për vla, nashta zoti u pështë dyve. Ja dastur Allah, këmë thonë, po vlovi jam shkumë. Tha, nash në pejnë, nash Mitrovicën e kisha matë njëfshme. Po me vërdet. O prizet zotit, vlau. Tha, i merë, lem des shpiteme, tha. E mos desi dhe ti, o vla, mos desim dëtë. Thash, as joni s'ke me dekë, zoti ma të regojke, Allah mbi të gjitha. Edhe, Zaimi e ka morë një dësheme, mi djep, edhe ma ka lidhë në kërë. Pe atyhit, më ka thonë djali Elbasoni, Bob, lejen e njëftimit të bacit, ke e ka mund se e ka pas gjuhë, thejke nuk e moj mo, Qirilis, shkruj ke pak aty në tonë, tha nuk e moj mo, e ka gjuhë, tha po e ku morë unë e ku më shef. Tha shë edin ku e kilon po, ju më shku në vojnik e ku morë dhe ku morë një qarshaft në sëp temë, të bardh, e ku më lidhë me kërë, ja ku më shkel për unik, me kërë temë. Ty shku klëdërnis për pjetë, unë rejsha me shkije, me pizgaverat tyne, po e poshin ato, kujteshin që farë kryqi i kuq, nuk u më ngëtshin. Kur jemi shku të runiki, para se me hinë runik, e këshin pas maru një rëvë të mo dhe Musa Dervishi. Pe aty hit, jëm hi orave në për Kallama që dhe jëm dollë nalë të hise në vit, i shkon një kerë, i nëllën, 2 shpia u kallshin, ishin hi pleçkitshin shkijet. Veç të isha kur të nzehem që tash kur të nakallin, zbonë zonë. Rom në rrugë. Kur rom në rrugë, drejt në punkt të shkive, o burrat edhe për bezë zotit, muj me tho 500 pushkje në konë drejtu në neve. Terroristi, dikush sërbisht, dikush shqip, terroristi, jëm dollë, ma ka dhonë zoti, gjuhën gjithmonë, kum folësës, unë jëm shku me dekë, unë s'kum pasi me të që pështaj, po jëm shku me dekë, me më po vlau jem që po desë, se s'jëm tut, e njerës të hanë më të qyshe qaj, mu më vjeke që pi plasë këtë shprejhje, po s'kom qarë pa u thonë pisave, të pa përgjegjshme, se ata njerës që nuk jenë të gatë shumë me dekë për vlau, ata s'kanë qka flasin, ata hanë veç mutë. E tash, e kum morë atë besin e kum që përpjet. Edhe, orë shkau, jenë orë 2 shkije, tha, na prejtë, për para, vlau në lashën kërë dhe shkuva, para stanicës aty, ata ishin konë shkullë. Kur shkoj aty, dul një rëm, ma gjupë, Ismeti, sot mi taku ja qes një pull dikun, edhe u ka piskat, stanit të atyne, nalë nu, tha se unë e pinja, pasha emnin e Zotit njetë së më kish pas se kësha po. Po më po, mu kish të ergoja, a më një ora bethash, po du më shku po kur farga i rejti bre, që ka u bo kështu. Pak mish isha, ja kësha qitë vlovët, isha veç në të trenerka. Po unë vendosa me deko vlo, edhe mos ko isha kur gjofin. Edhe, ma kanë pru dhe uj, e ku morra ta uj, thash du më shku mja qu vlovët. Unë e për pora, Ismeti mas meje, shkijet për mas,
Hake thash shpërloje gujnë vlovi jam, se ju kishin ko buzë të atina. Shkau për mas, tha, pi, thash, ne. Thash, veç shpërloje gujnë e derdhe. Se me pi i plaguni a i des fill. Tha, qore, tha, terroristat e din këtë punë. Edhe, kë Magjupi, Ismeti, kisha pas qef në shenë emision, a i burë për mua është heroj, se na ka pështu jetën. Edhe, ka thonë, tha, thuj, tha, lajmëroj dyqysh familjen dhe tjeken për vojniki, tha, se duen Mikol vojnikin. Thash, një zbitë janë që atje mu ka plagu vlau. Edhe, na kanë morë, na kanë shtin pizgaver, kerin ne kanë nëllë aty, forca u kondur, automatat ndër ata, na kanë shtin aty, o vdekje o liri, unë jëmë shku me vlau tem, edhe ja ku mojtë komën vlau tem krejt kuhen, mroshin me shkelma, theshin, i mere, kër i na shku të lausha, a i lugu të poshtë për prunit keq, nuk e di ju edhin i Roma edhin mirë aty, u dë ketim, tha, qunë kom, stani u quva, tha, këshërë laushën, tha, krejt kom u kollë qështu, thash, po ne ka gori, thash, më falë shpreje, thash, po qka po jëmë ngoshtu në qka bohët. Edhe vishin tinkat e ushtarve, e kalë të kalujke, që ta theshin kanë mja u kojtë nonën juve. Zbëj shazon. Në kanë qunë me guzu me bon. Me guzu me bon. Usho me vlo, në bajsha komën, i thesha vlo veja mëstanin, po u ko trim, si anike, o vlo thike, për veti se kom dert. Nuk e kom dert. Po më dhi me shtit mëra në qofë, o vlovja mëstanin, me emën Zotit, kemë me pështu dytë. Edhe, kër i në shkunë Mitrovic, të supi në kanë qu, ndashtu i 500 push, terroristi, veç Zoti i din vujtjet tuna. Edhe, e kem shdryp për i keri, u munove e quva dhe i dikun, isha lodh, isha këput, e lëshuva, e si dhaje 2-3 hopa dhe him, në hymje të supit. Edhe radio, likuro, dul një shko, shefi tyne. Kur se harrej emnin, meta jemen gile i theshin. Tha, ku e murë ton, tha qështu, tha ordi plagun, tha terrorista jenë, tha mi shu shpejt spital. Tha se, për informatat të në që, tha do të mi shu në spital, këto tha mi shu atje. E morën djallin e shtin 100 nish, vlo, tha të morën qafë, thash, hiq mëstanin, vlo, thash, për pak kuh ko marë të ti, hiq mësni, edhe e kanë morë vlon, e kanë shtin, e kanë qunë spital, mu më kanë nëllë aty, besa i ndëruar, mua, hishin policia, gjde 10 minuta unë rejshin, të më dhej, ja që ju të të shamo, s'kish frig ma, kryt dhe i nderë, komën qika zbit e qenit, e ullke, e më këshyrke, i mere. Adin, veç psikikisht me të ljodhë. Zbëj shazon. Njoni tha, e në gjesë të ndokonin. Thash, nuk e di për konë po flet. Tha, Abedin Rejgjen. Thash, kusherje kom. Kjo është realiteti. Thash, kusherje kom. Tha, Brahimi Nëngje. Thash, kusherje vlovi tina. A i ke po. Thash, si kum po. A jënë vesh të shtrisë, tesha të që kesë, thash, si kum po fore. Thash, unë e tash ku marë, thash, edhe jam me vlot plakun, kështu, që si kum po. Tha, erkuha, Zoti është i madhë. Ata që më pysin mu, që sheqove vlon atje, ata janë matë ligjë, ata janë të poshtër, ata janë qkulona, se për vlon njeri duhet me dekë. Njeri duhet me dek edhe për zëgë puls, kur të vje puna, se edhe zëgu i puls të kosi o shqiptarë. A vlau të i dhohet gjak aty pu? Po që shti dharë gjak, edhe tash, se edhe pak për qëj që të edhe... U qova edhe po më thetë mu e qaj shkau hini. Tha, i merë, tha, ki ku me flajt Mitrovic. Thash, po e kom motrën Shqipëll. Tha, një hajtë, thash, ja, du me më qut të vlau mas pari. Tha, na jena në lidhje, tha, gati e kom i kryo operacionin. Thash, u lutëm qëmni të vlau. U ka thonë 2 polecve, tha, mërë në qëne. Njoni polec, tha, i mere. Tha, shfol, reci. Tha, Abedin Rejgja, tha, mas pari herë, tha, me push ka gjunë mu. Tha, po unë jam gjallë, tha. Që po të voziti ty. Tha, shune nuk e di si jam kona ty.
që shtu konë kjo. Edhe, jëmë quë, më kanë quë të vlau, kur më kanë quë atje, i shkonë në operacion halo. Qatë here qitën për operacioni, me nërkuz. Edhe ju ma vyt, e kum ka për qofë, e thash vlau vjem që shje mur vesh, edhe e lujt i kryt edhe, po veç Zoti është i madhë gjëllë në shonë, unë i besoj Zotit, se të unë me fakte, se unë nuk folna, ama Zotit i besoj me fakte, se veç Zotit nga ka pështu. Pse? Pse nga ka pështu? Se jëmë shku me dek për vla. Jëmë shku me dek për vla, po Zotit nga ka pështu dyve. Po, mjeri është kriminell, të poshtrit, u me zhik, pse pështaj, ja murën jetën mas një viti. E tash, po i thëmë doktorit, doktori tha, pse, që kanë bo, tha kriminell djallit. Thash, unë nuk e di. Thash, kanë ndodhë, u plagu djallit, nuk e di as për kuj u plagu atje, rastësisht u plagu. Edhe tha, njoni, i shkojnë skenerojt, një mjek i ri, një farbukuroshi, i theshin Lepotan, ata. Unë serbishtën e një mirë. E në gjë serbishtën mirë, e në gjë gjermanishtën mirë, edhe në gjë Çekoslovakishtën. Edhe tash, tha, i theshin Lepotan, pa i folke Shqipsion, po du me i thonë në amaneti Zotit vlo ndorë tonë, po e hongra guhën, thash, po më del shko këtë i këta, kanë jetu me neve, a i dul shko. Shko i kam? Po, thash, a moj, thash një pytje kam, tha fol, thash, a moj bre, me nej me vlo thonë të une këtu? E që i krytë për pjetë thiri, sestre, motra, erdhen 2 shkina gjata. Tha, shka ko? Tha, po kërkon me nej me vlo të vetë këtu. Tha, ne. Tha, këtu jemi ne motrat. Tha, dhe të vjen nestër heret. Më tha doktori, 3 boca gjak ja kemë dhonë. Tha, dhe 20 minuta më spahin dërë tënë, tha, nuk ish gjallë. Tha, po i duhen edhe 3. Pa në i këthy këtë 3, ato 3 si adhomë. Edhe, ku më shkuat natë të motra, natën, në 2 ora jë më shku të motra, u mërzit të mbëllë, po u quva heret edhe shkuva, kur shkoj? Hinat një kafe, qajave të kafeve aty, burra, i qinë burra ishin konë, asni edhe u thash, po vi për i drenice, e kom vlau në plagun, më duhet gjak, a ka në i burë këtu, asni i bemi nuk bo një vriju. Edhe e takova një dhonër të halës, të motrës babës, tha, hajde mërë, tha, shkujmë të ma gjëpt. Une nuk ju rej ma gjëpt. Kur jemi shkue, na dullen me sharra për para, me ndëshin që po na vynë punëtor, thash, ajo, o djem, mu më duhet gjak se kom vlau në plagun, ka 100 marë, ka mu imi au dhonë, ma shumë ja. Njoni tha, vesh 17. Tha, edhe pi bëj një mik në drenis me pi kafe. Kjo realiteti e tash, dikush e pleqënën kështu e, dikush hanë mot kështu e, ato e jënë punë tyne. E tash, i mora 3 edhe shku me dhanë gjaka ta 3. Tënë ja dhanë edhe 3 boca. Jo më shku në nestrit, se mu më thanë e këshirën, tha e ki gjaku në uj, je i ljodhur, nuk mëj. Kur i më shku në nestrit me dhonë, ka 250 grami dhe unë shenë thash, amon motër thash, a mund është me mi morë 2 boca? Ja nisi po kesh. Tha, dejnë 350, në shku fëmirë, tha, i morim. Mi morën 350 gram gjak. Ish motra adhem ademit. Thash, motra maneti Zotit. Qka di shaune që shkon, a që shjau dhonë? Thash, e kem një grup gjakun. A bën mi adhon vlau tem gjakun tem. I shku në lëtë, vrrrr, hajtë bre vlau, tha se po. Apo më kuptan. E kum taku edhe masa në i motrën adhem ademit. E tash, une, shkijet më thanë, mu duhet me ardhë në supë, për ditë. Për ditë jëmë shku më loshin për jashtë që atje unë gjënë, ndo kartona, rasha, veç me më komprimitu. Vishin, shqiptare, shqip falshin lonë, ku e di, vetëshin për stojanin e për javonin aty. Unë e ratë, e qitë kishka u kryt naltë atje, i mere, ustaj, qu! U që isha haj me detë, thesha për më këshyrë krejt bota. Dhe me thonë kresura ka shpëtu vlavi për aty vitë? Për aty vitë vlau pështëj. I dham gjak vlaut, nejti një muj, nejti në spital. 1 muj dit, jëmë shku për dit, jëmë shku të Jankovici, edhe ja këmë dhonë do paro,
edhe ma ka dhoni letër Jankovici me shkuën me vizitu vllahun kur duon. Aty unë rejsha me shkije, me polece, me ata, ku mnej me vllah, edhe u qu vllahu, e mora pe atyhit, e prum, e qova te miku, te motra në Shqipël, pe atyhit, e kemi prun në Vojnik. U qu vllahu, ja filloj shkollës, mësimit, shkun kriminelt, po sa dul për shkollë, e morën hajden informacion, ke agim Jonuzi ke me ta, agimit i thëjnë ecti, mas një orë dhe agimit e në dhe ka thonë hakin e kanë morë dhe njerës të që kesë teshat zeza me dhe kachketa, ka e kanë qurë nuk e di, jemi qu me babën, e me djallë të vlau të Kastriotin, e jemi shku drejt në Skeneraj, edhe e kem kërku Sami Lushtokun. Samia s'na ka pranu, dalshin këtu është, u kthejshin son këtu, 2 orë. Jemi shkue të Sahiti, isha atëheri i policisaj. Edhe 2 orë i hupëm aty. S'na dulen fare. U këthym të shpia. Kur u këthym të shpia, Miftar Qerimi, u bon veç aksham, nuk dishim, u bon veç aksham. Miftar Qerimi edhe Shere me Thajzeri erdhen të dera. Kur erdhen, thanë, na ka thirë Sahit Jashari, e kështin kë, Samia, na ka thirë Sahit Jashari, ka thonë, thëni Tahir Binokut, që çfarë kurajo kanë posë. Dhe me kurgjaja që u vroha ki i meri një djallë me 2 fakultet, një familje komtare gjithmonë. Veç shko merë nëse, është i vronë në filon ven. Këshyrti, qëri qobat, qëri budolt, qëri të pabes të zotit, sa lete kanë full këtë fjallë. Trahtor të kumbit. Edhe, na thanë, unë u qova dhe drejt, thashe kua, tha nuk e dim bashkë, edhe u qova, ma prekin menja që kanë duhet drejte, nun mek të policia, thash qështu vlovë është i vronë në filon ven, polici unë mikit të qëre, ruse gaboni ju më shku atje. Na shkujmë atje tash, edhe jënë qua ta kanë hecë, tha, ju sonë të atje zbën me orë, tha, tek Nestra. Qashtu kanë duhet. Nestrit me nxesje na shku, e kem gjithë vlovë në vronë aty, e kanë morë e kanë qua në Prishtinë, të nëshi, për ekspertiza që shi kanë bo ata atu. Edhe qështu kanë duhet, e kanë vro vlovën temë. Një mësus 26 vjetë kanë dollë generata. E ty se kini rëfim interesant tonë në thu, më kanë kesh trajtu e sane. Kush? E pse? E po tash. Vlovë, ma vronë vlovën. Une, ma vronë vlovën, policia unë mikit, Amstrupoli danez, Horst Scheve Gjerman, edhe Wolfgang Orden i Baden-Württembergit Gjerman, edhe Jozefi Sadomi Qek, edhe Michael Amerikan, që kanë hecë e kanë punua për zbardhjen e vllaut tem. Me qita njerëz ku më bashkëpunu që tu i kom krejt, vizit kohortat, po, apësh edhe emnat ja u di halo mirë, jo memorje. Edhe, po më thëjnë, tha, atë duhet për cilje, se une ja nisa me të regu realitetin krejt që shukon, edhe kuptun, kush jemi ne, shka jemi ne. Tha, na, me të për cilje, na, gjithë me kodi kush me ty, thash, jo, kur? Thash, me thot popli jem. Une nuk jam në Serbi. Une duhe, amna një leje të revullës, a ki revullë po, e kisha një CZ. Në sa të ku po flasë me Haki pasaj merë? A ki revullën gjithë ma me vetë, ja? Po, gjithë më unë. Edhe po që s'pe hekshe? Ta shama ta moj s'pe hekshe? Jo, se heki, ja. Me vetë heki, ja? Me vetë, a do me po. Edhe, tash, po e ko me leje. Po, a? Po. Me qëfar leje ki me leje të bardhë? Me leje të bardhë. E tash, nga. Tash, Sadomi, Jozefi, është një hetus shumë i zoti. është një me konë shqiptar, ma i mirë, zdi me konë për shqiptarët. Wolfgang Orden, një Gjerman, Gjermonishtë në flasë mirë. Edhe aj, si me konë shqiptar, kishë dhimbje për tragedin që ndodhi. Tha, na lejen të dhomë, tha, po në bjallë ti një këshyrë, thash po. E murën e këshyrën, ja murën numrat edhe Nestrit ma prun lejen. Ma kanë dhonë ata... Cëllën vetë? Fill, mas vrasjes vlaut. Një muja dyja.
Në ma unë miku të pas ka unë, unë miki më ka thonë leje. Jo shkijet? Jo, shkijet, unë me shkis ku më pas punë. Po në jemi familje komtare që 200 vjetë. Ta qarësojmë për publikon. Po, do të mja sqaru poplit. Unë të falenderoj mërë shumë, falenderoj shumë. Që po ma e pëshoncën me asqaru poplit tim. Këto punë që shka ndodhë. Edhe nestrit ma kanë pru lejen në shpe. Unë miki ma ka dho lejen të nëshe, so ka zgjota aje dejnë e Uleks. Masa nej ma ka dho e Uleksi. Masa e Uleksi tash, ma jep qeveria juën, Ministria e Mrenshme, nuk ma nolin ma dhonë gjithë. Po ishe maraki, kishe një 3-4 me so. 3 kam. Edhe tash, për qef, inderum, për qef se kisha bojt, i kom 75 vjetë, se kisha bojt, gjosë më vynë, së në Kosovën e lirë, mi bojtu në revullin, është marrë për ata kriminell që i kanë bo këtë punë, që ju në duhet me bojt revullin. është marrë për Sabit Gecin. Pse për që ka po Sabiti vëqë Sabiti? Po Sabitim ka burgos. Ku më nashtu, hajde? Hajde kalzue? 20 dit. Kum nej me dur lidh. Ku më ne? Në Cantë Krumës. Që atëhere, me 24 mars. A i ronë atoja? Me 24 mars. Me 12 prill. Unë isha jashtë. Dola kishe me punu pak se i vetëmi me një pasport kroate. Thash dalë të punej një tru. Kur dalë, i ronë atoja, u ktheva me i po familjen ku janë, ty lypë familjen në Krum, i shkonë Sabit Geci, kap mu Kërkenburg. Tash nga një akuzat bura, dhe ti nga dhe publiki. Po ti a i kalzove Sabiti që i pe onës ti e i drenicës? Po nale dike Sabiti se Abedinin e kish dhonër. A i më gjafke mu mirë, a unë se ku më gjafë kur. Edhe, tash, Sabiti, ata murën mu nga një akuzat bura. Adhuru si presidentit Rugova, që ja qitën bombat 3 herë. Kom qef poplit e ketë kjartë këtë punë. Si adhuru si presidentit Rugova u arrestova. Vllai Hakimerit që e vronë me 2 nëntor 99. Unë isha krenar vllai Hakimerit, një djallë komtar, adhetar i madhë. Shak i Ahmet Krasniqit, një pjazis Shilivodes, e kum pas Jaran, e kum pas Shak Bacin Ahmet, i kem thonë gjithmonë Baci Ahmet, është ko një djallë që veç Zoti ja ka dhuru një popli, ma trim s'ka pas. Këta u qurë e vronë edhe ato. Edhe thanë, Shak i 7 vllaznive. Për që të akuza, më kanë shtinë në burg, më kanë mojt 20 dit me dur lidhe o burra. E ku miratu në për që të akuza me konë burg, që thënë ju? E ku miratu? E ke miratu, ju. Ju, po sigurisht ju. Po, adhuru si Rugovës. E pse thu më ka rej Sabit Geci e kini asë më ka rej? Që ka dole, kur më kanë morë, më kanë qumë rena Sabiti më karo. Edhe e ka urdhënue Riza Alin, e konë shefësit me mreje. A i hangër 13 vjetë burg Riza Ali atëni. Sabiti 15. Edhe një farë Fatmer Thoqi. Më kanë rej, më kanë qkuq. E ti dërgosh? Që ta 3, balkon. Edhe më kanë shti. Edhe për men kanë erë edhe një grua, zdi shathu. Shqipe Selimi Mehmeti. Shqipe Mehmeti Selimi. Kjo ishte ere atyre. Ko ishë ardhë në që ke aty edhe e prunë e shtinë mrena, unë e isha, ishë kë... I të po akuzat rona veç për gjithësinë e mërë ti? Jo, unë po kalzoj shka on. Kjo realiteti. Ishë një i Bilushes, edhe një ovdit ke edhe kë... Gjeledin Beqiri, i pejs. Edhe ishë Gjeledin Sheqiri i Shqipkoficës. E prunë një farqike, kush o kja, Shqipe Mehmeti. Edhe qitë e dërën, theke. Pse je këtu? Na i dha dë shtoka durë, duke mi qitë, a i rike tjetëri aty, me automat në derë. Ja qitë shimë dërën, na i dha ka 2-3 shtoka durëve. E kumë cekë kitë punë. Por, në gjykatë speciale se kumë bo lafo burë. Bile i thash prokurores, më vje keqë zonja prokurore. E pse je shku në gjykatë Hagus, baca i merë? Po jë më shku e se më kanë thirë ata. Po, me tregu për punë të mija. Ata shumë pak kanë pyet për, ose heq fare,
Kam pyet për vrasjen e Po vllavës. kjo u kon për martretimet gjatë luftës që kanë Po për martëtimi a thua më herët që ka mujt burg Sabit Geci. Për zdyti ke desh me mujt atë çka? A? Për zdyti ke desh me mujt atë Po çka? qëro, unë e kom dhënë deklaratën që shukon. Qa ka bon Sabiti? Se qëre, njeri maj pushte, kriminal maj fleqt. Që ke thonë në shpioni maj molli? Po u konë shpione, u konë kriminali, i këtë tënat zezat e zëtit Sabit Geci i ka dhe o interesant. Do më të aponi pyetje të ronë se janë akuza sonë një. Edhe ju, moderator të keni faj se Ermal Panduri e thret këj Leonard Kerquku. Na e do është detyre jo, një nga me morë është, morë, edhe ju s'do të më thirë gjithë. E tash, Sabit Geci, i ka mytë 2 vetë, a 3. O janë akuzat rona të I ka mytë, që, para lufte, i ka mytë, edhe u shku të shpia, i ka pleçkit, ja u ka morë dëpore. E kanë morë policia, e kanë shtinë burg. Jënë konë me tomër e njerës, në burg ka ishë bon shefi, e bon policia shef të restorantit. Aty u konë, në burg Avdi Behromi, u konë Mehmet Ljosi, në konë, kalzeshin për tonë. E pa aguzojna me thirë Sabiti më special, telefon? Jo bre, unë s'flasë, komunikaj me ta. Jo, ti jo, po që me thirë unë të akshyri se i të po akuzat rona, po thamë. Leti për atë mund se mos më haleshi për Sabitin. Po vish me thirë telefon me ditë, janë që do të vërteta? E shka bon, a u komanda juve Sabiti? A u komandan juve? Ju. A ju, a një që për të vynë? Në kovë që u komandan, thire. Jo, vish në shta thire. Unë e s'komandaj me to sa jo kriminal. Sabiti, s'ka pas nevoj. Sabiti më ka burgos mua, adhuru si rrugovës, e kënë gjëftë rrugovën. Sabiti më ka burgos, i aran i Ahmet Krasniqit, se kënë gjëftë, po ku shukon. Sabiti më ka burgos, vloj hake i merit që më avron, Sabiti më ka burgos, shak i 7 vloznive. Për qita, e të një për thrasë në Sabitin, po flasë në Sabitin. Jo, ti, unë e thash ta veti. His ki që kam i vetë. His për mu më se vetë ato se unë e di që ka fletaj, aj halë mot, është Sabit Geci aj. A vim të një moment tjetër, ti edhe vloj Faik i Miri që shpesher është përmanë studit tonë. Apo? Po. Faik i Miri, o vloj i jem i vogli. Faik i Miri u konë Amerikë një kohë gjatë dhe dikur më vonë u konë Angli. Drejt, se po ta ndërpres. A është diçka i punëtor i cilës a ju? Ato i dinaj, vetë në Faikun. Po që shme gjithë të burë? Ka dole. Unë po të më kalzu juve kush o Faik i Miri. Faik i Miri është sternipi Tahir Binokut që është në zonë në rëbë pej tërgjve. Tahir Binoku, Ahmed Eli Prekazi dhe Bejt Galica kanë liftu në Ludovic. Edhe Tahiri në zonë në rëbë, Bejt Galica u vro, Ahmed Elia u pështue. Ma vën, i merë Binoku, djali Tahir Binokut, dhonërja Zembejtës edhe luftetarja Zembejtës. Tahir i Meri, boba jem, luftetari Shaban Pollushës. Haki i Meri, krah i djati presidentit Rugova. Une isha shok i Jusuf Gërvalës. Edhe, tonë ja keni një zonin Jusuf Gërvalës, që u vro në Baden-Württemberg, Gjermanisë. Po. E tash. Edhe isha, me rifatin një 8 vjetë jena ko bashkë kem banu një ven, isha shok, ja dem jasharit unë s'flasë, me dekun. Rifati o gjallë, fatë barësisht, o mirën me mërje, edhe me shëndet o mirë, se përjetimet e rifat jasharit, si ka pas kërkush, po është djalli fort, edhe është sëd mirën me mërje. E denaj, Ademi s'ka desh s'kanë si mua, po tash, këtyne asu ka interesu komtarizmi, as advetarizmi, asu ka interesu se thet Gjafer Shatri, komunikatën 45, se për me një kush Adem Jashari as familjen e ti. Këta se kanë desh, thet Jakub Krasniqi, Hashimi dhe Kadria, jenë ko të thynë me Ademin, pse më rëbur? Qysh me Ademin me koj thynë, me komandantin legendar. Këta s'kanë ditë kush në advetari. Këta qëre, këta pikrisht, Lepeken e ka formu Beogradi. Atje i kanë pos rojt këta. Ja bre, që këti kanë pos zy, dhe më thonë këti jenë registru atje, dhe LDK-ja ku në registru në atje. Qëre, LDK-ja. LDK-ja u ko Ibrahim Rrugovës. Po dhe, pa e kanë ditë veçuntari, po na e kena shpoll shtet, ata nuk kanë shpoll shtet. Po ve, që këti konë të registru në partijat në atë ku atje. More, u ko shtet atëhere, atëherë s'ke pos qare, atëherë s'ke pos mundësi ndryshe. Po, a ke dhe Rrugova në hog? Qka i tha Miloševiqit? A ka thonë Rrugova gjithmonë i ka thonë kriminal Miloševiqit? A është e vërtet, po dalmi të vllojët Faikit ashtë, a është e vërtet që Faik i Miri
Dhe me thonë, ka rekrutu dëshmitar për në Hagë? A e ka thonë vetë në televizion nëse s'ga bëj në të shtatë? Qëre, ngam. Këtu, Faik Imeri është vlau jem, i Imerit edhe është vlau i Haki Imerit. Faik Imeri ka pas plotësisht drejt me lyp gjakun e vlaut, me liftu për vlaun e vetë për Hakin, edhe për Imerin që ja kanë burgus. A i ka full shumë, a i ka punu shumë, a i djallë nuk u nalë kur, po tash me full për Faikin, shemull një Milaim Zek. Një Milaim Zek, që Milaim Zek është një ma gjupe. Një mos e kem kolegë, mos ta fymë. Nuk kom që kam ju bo në juve. Edhe unë e kom kolegë, Adem Jashorin. E kom pas kolegë. Edhe, po këta musë më kanë vetë, më kanë shtinë burg. E Milaimi u qu, tash më pyte, pa ka dhus kom qore. Më duhet me full, unë për vlo tem flas. S'ka problem, unë. E tash. Milaimi u quë, u shku të vlovi jem. Vlovi jem sigurisht ka pas lidhje me prokurorin. Për rastin e vlovt, për rastin tem, ai ka hec. Edhe shkon edhe i thet, Milaimi i pa besi zotit, është traktor, duhet me kallëzu për Milaimin shumë qash. Te kish ka te kish. Thet, Faik thet, unë të kallëzoj kush ta ka vra vlaun. Tash me të thonë dikosh, unë të kallëzoj kush ta ka vra vlaun, unë nuk e di. Kush i ka thonë kështu? Milaim Zeka. Faikut. Vetë qëmë të shfedemoni atëherë. Qëmë të prokurori në gjykat. E kështë pos një qëmë, thatë se deja dhe dokumenta. Dhe ta më kallëzën, të kallëzoj. E ka rejtë. E ka morë Faiki edhe e ka qute prokurori. Edhe ka bisedu e ka lonë aty atë. Ky Milaimi u shku edhe masanej, tënë që. Edhe tash, vlovi jem, i ka kallëzua Ganigecit. Ganigeci, në kanalin 10, më kujtuhet, i ka thonë Milaimit, unë e di, që shë shku në Hagë, kusht ka qu në Hagë, kusht ka përkthy në Hagë, se s'ka qellu përkthys për atë moment, i ka përkthy vlovi jem 4 orë, këtina, se e flet anglishtën si me ka anglez. Edhe, fjallën e parë, Milaimi ka thonë, unë e pidi mirë kështë ka thonë, ka rejt Faik Imeri. Ku e diti këj fjellë që Faiki ka thonë? Pse ishtë qashtu? E tash, që ka boni këj? I erë më zhi, që i tha Ganigeci qashtu, e u quë e të rëku fusha. Mos të për se Gania s'ko qef mja për me në emrin burë. Gania s'ko qef mja për... Po hajtë s'ko problem, hajtë. Kujna? Po s'ko qef mu përzi këto farë. Unë nuk po thonë kur gja, unë po kam dhe që akum po në televizar. Se unë s'kom kur gja me ta. Ata jenë djemë mirë, jenë akon luft bashkë, para luftë jemi konë në ledeket tonë bashkë, që shtu konë. E tash, Milaimi e rëku fushat, në televizar të grida dume, këto e Faik Imeri, të rajt gjithë, edhe e organizoj edhe Halit Sahitajnë. Hajtë ndash me shku të prokurori special, të qënë Faik Imeri, veç thuj Faikit ti, për me hite aj, duhet me i thonë, unë të kallëzej kush të ka vro vlaun. Tash me më thonë mu që tash, unë të kallëzej kush të ka vro vlaun, unë jem shumë i knoqën, edhe vlo që ka dush, veç falë, kallëzëm. E tash, djali e merre qënë, po Halit Sahita i s'ka mujtas 2 orë me nejtë të prokurori, pse ja nisi rrenve theve, nuk e morën parasysh heq. E tash, tëna janë rrenë, e vërtet ato që i thëtë për shambull, në deklaratën e ti dhonë për prokurorin edhe për qeverinë amerikane, Halit Sahita i thëtë që dhe me thonë bashkë me Faik Imerin, spori ka paraqitë si agent i CIA-s, jenë taku në Beograd me Bojan Dimiqin, ka shku në Belgjik. Kur njetë, tëna janë rend Milaimit, krejtë rend Milaimit, ku pja u den Milaimi, po Milaimi vetë është shpion, ku pja u den emnin aty në shkive, Bojan Simiqje, Hamam Timiqje. A ja vde Faiki, drejt? Jo, pashanizat jo, si ja u den, unë e vlau më rekam. E agenti cijës s'punën, a? A je den. Aty nuk përzihem në a i ka nejnë Amerikë shumë. A i njëshme se regjia përse e ka goti në një deklarat që e ka dhonë Halit Sahitaj për qeverinë Amerikanë, e thëtë kështu. Në fillim të shkurtit Floriani është vlau i juaj. Floriani në ufkën e ka pos Faik Imeri, edhe Adidas edhe Floriani. A është ashtu?
Adidasi? Po, edhe Adidasi dhe Floriani. Ato nuk e di une. Po, e Floriani e din. Floriani e di. Në fillim të shkurtit Floriani më telefonoi dhe tha se dëshironte të më tregonte disa sekrete private. Floriani tha, nuk të kam thonë kur, por dikush vrau vllahun tim, Haki Imiri në Kosovë, rreth 20 vjet më parë. Ai shpjegoi se më parë kishte besuar që e ka vrarë presidenti Thaçi, kishte dhënë urdhrin. Kohën e fundit Floriani kishte mësuar se presidenti nuk e kishte dhënë urdhrin. E pyeta Floriani se kush e kishte dhënë urdhrin, ai më tha se tani besonte se Çerem Kelmendi kishte regjia nëse më në faqen tjetër vrarë vllahun e tij. E pyeta nëse Kelmendi ishte arrestuar dhe futur në burg. Floriani u përgjigj se nuk ishte në burg dhe se e kishte përfunduar punën me të. Nuk e kuptova saktësisht çfarë donte të thonte. Disa ditë më vonë telefonova disa njerëz që janë në Kosovë dhe pyeta për Çerimin, më informuan se ai ishte vrarë nga komando speciale. Shef që është një gjohë. Këto poshtërcinat Milaim Zeksian, absolut, nuk ka gjohë aty, krejt jenë poshtërcinat Milaim Zeksian. A keni besu në herë që vllahun e juve ka vrarë Çerimi? A keni besu në herë çtu që ka thonë këtë? Kur njët, as vllau s'ka thonë kur, këtu i kanë gjitë Milaim Zeka. Me Çerimin s'kemi posë, as dëbojmë, as se kem njoft, as na ka njoft, kur në dyetja. As me Ibrahim Kelmendin? As me Ibrahim. Ibrahim Kelmendin ju më konë Gjermoniune. Ibrahimi ju konë me Yusuf Gërvollën, me Bardoshin, me Kadrizeken. Ibrahim Kelmendit, natë ku, kur ju më konë në, Jusufi e dojke, i thejke me të sokol. Apo në kuptan? Ibrahimit? Po, lepekeja ishtë që kjo. Kjo është realiteti. Ka qenë patriot në atë ku? Ka qenë patriot në atë ku, Ibrahimit? U konë patriot në atë ku. E tash, quhet Milaim Zeka, tash do për Milaimin pak, u lutem. Kur u vroj Yusuf Gërvolla, u vroj me 17 janar më duket. Nuk e di sakt, nëse s'ka bëj po. 81. U vroj Yusuf Gërvolla. Edhe, pak ma vuën, më thirin telefon, në ta hingë Gjermonis, të Frajsingu, kusha, një zonë, o djallë e thash, unë s'pët një, tha Milaim Zeka jom. Tha, që ako tre, unë e isha me Maksut Seramotin aty. Tha, shka ko tre, tha, ma kanë dhonë qitë numër telefonit, tha, mu më një kutba Jugoslove. Tha, jom në Austri. Na kishim më shku në të shtunën, kishim më shku në protest. Për vlezrit Gërvolla që u vranë. Kisha më shkuën, Rifat Jashori, Shaban Shpoti, Maksut Seramoti, edhe Gjafer Bosha i Suarix. Kishim me shku. Shkojshim me kertem. Kjo realiteti. Ku po takuhem Milaim? Te ambasada shqiptare. Kemi shku na, jemi taku te ambasada shqiptare. Aty i shkon, një djali i ri, i prejke gjuha si dreqit, u bom krenar me to që qëfar djali për në një kutba që ka me bo ku milon. Tha, mu më tham një kutba me mbra, tha, me mujt me më strehu dikun. Gjafer Bosha, i vogël një djallë, s'ki qka me po zemrak. Ish me familje, me gru me fmi. Edhe po thet, tha i merë, tha shoj, tha Milaimin pi marrun. Kjo realiteti, Rifati o gjallë, që shtu konë. Jënë edhe ata tjerë gjallë, po ata jënë në Gjermoni, po bëj laf për këto që ofër. Tha, e këj delë, thet, unë ma fërte do bacin Rifat se Brahim Zeken. Mërej pa besi zotit të zdo kërkon të i rëndës. Po mirja kanë bon që tash, se tha, Albini, po këthej pak veç këthejna. Tha, që fjeta Albini ko me hungër bogle, tash ishin ronë kasa vetë për 4 vjetë me asiguru boglet Milaimit. Tha, 4 vjetë ko me hungër bogle tash. Se ka fituar. Shumë për fymbre, nuk vanë me fysa. Nalë mësë gotë, kjo realiteti e kumë po në ekran. Po, ama për fymë shumë se është gazetar është. Ja, i so kur gjanë. Nalë të kalëzaj tash për gazetarin. Për mu është gazetarën e kam kolegë edhe nuk vanë me. Nalë të kalëzaj për të më dhe pak. Mësë gotë se s'kom qore pa kalëzuar. Gjaferi tha pi marron në shpi. Dhe unë kur shkoj në punë. Cëllë Gjafer? Gjafer Bosha, i Suarix. Tha e marrë, tha, e lonë tha me fmi, si shko ku i menja. Kur të vip i punë e marron dalë. E kalon. Mas 3-4 dite në thiri Gjaferin telefon. Kjo realiteti. Kur në thiri në telefon, e mora telefonin, tha i merë. Kalzaj, tha dhe Maksutit, tha, Musafiris po rrimirë. Po burë, tha, unë jem me familje, tha, unë e kum pranu për mi strehu, tha, po ma ngu zgrun. Që ky Milaim mut janë. Që ky janë. E tash, haj me det,
Thash, o, mi nëzonë, thash, mi aqi nonën, une, që se qofën të shkurt, pak edhe ti kështë qofën të shkurt. E tash, a ja prejve paka? Hajtë s'ko gojle, ani. Vesh më si o prej tanove. Edhe tash, e kem hek për atyhit, u shkua, e kem qua, Kahrifat Jashari, nuk u nolë aty, e kem qua në Salzbrücken, pej Salzbrücken, e ka hongër dreqi, u këthyje në badë këtu në këtë republikën, të Güteslo, Dortmundi atje, ka nej një kuh aty, ka rajt asaj dhe pej atyhit u dollë në Francë, pej Francën, Suedi e Norvegji. Ky është i pabesi Zotit. Ky i ka bo që të punë. Ky e ka shkel bukën. Ky është qenë. Qka dhe me thona për napërëm të nësonte që Faik Imeri nuk mundet me gjithë një fata që dhe me thonë ose një dëshmi që jenë taku me Bojan Dimiqin në herë? Me kanë? Me Bojan Dimiqin. Kur njët, kur, jam i Zoti me boben gjithë shka, që tybe, 300 tybe, asë qka, nëse e gjojmë na e fotë ose në diçka, a dhe publikisht me kërku folje, se me pranu. Ja, për që gjoni rena ju, për se unë për shët ashtë, po ja vytin ngotas dhe po bojnë gjithë shka. Ja, ajo është me aji, e kuptojmë na që është me aji. Vesh kur njët, Faik Imeri, me asja din emnin Bojan Dimiqit, aj emën është i Milejm Ziks. Absolut. Hiq, nuk ka kur gjanë të jasë si pëse e soj pëse. Nale që tu, në luft, 98-ën, Faik Imeri, 30.000 funta të Anglis i ka dhonë për u qeken. Kjo është dokument. Faik Imeri, 10 telefona celular ja ka dhonë u qekes. E që të, se përdolmi përse qëtu njëta është, ata ka financu në erë shëqatën tyje? Qysh? Që shëqatën tona e ka financu në erë thirja për desi? Faiki? Po Faiki më ka një mu, se tjetër kush s'ka një mu. Absolut. Qëllimi saj pëse o po mi zbulu vrosit, a? Po sigurisht, edhe Faiku, edhe kur në qeverin e kaluar, për i thamë tash, kjo e arshmja. Kur tha, tonë e dini, që tha Albin Kurti, duhet ndihma për armatim. A pa thonë, Faiki ka dhënë ndihma dhe këtu, për armatim. Mirë, me që jemi te kryeministri tash, Albin Kurti, se është edhe kryeministri i ri, me sigurik, a pse më duket me ta jeti? Une, jam me Albinin, e kum votu Albinin edhe do votoj për që shtu Albini tash, veç edhe që tu. Mos bohem popull i pushten. Po të bohem njerës të aman. Ibrahim Rugova ku shukon. Adem Jashari ku shukon. Nisin e honë mut njerës flasin për ta kesh. Po e dini që për Rugovës ja kanë qitë 3 herë bumbat. Pse s'pi ngrit një zonin vlozër? Duhet me ngrit zonin, duhet me gjetë kriminelt. Kush i kolli flamujt e Dardanis midis Prishtine, duhet me qitë kriminelt. Kush e vrov Gjemal Mustafen? Kush e vrov Haki Imerin? Kush e vrov Smal Hajdarin? Kush e vrov Tahir Zemen? Kush i vrov Kosovë Albert Zeqiraj? Kush e vrov Shaban Monin? Kush i vrov mërë vlog ta? Zoti si ka vrov? Edhe kush zbanzon? Të lutem, që të janë aty? Këtu duhet munol në me izbulu këtë sene. Me i thot të keqes njëherë, fun për gjithë mund. E tash, krejmë të Albini. Gjatë qeveris, për deke, le deke. A jenë vro që i nda njerëz. Tonë që tash ka i numërove jenë vro gjatë qeveris tyne. Tonë e dini ju. U lutem, kur e dini, mus heshtni. E tash, gjatë qeveris tyne u vronë. 4 vjetë, 5 vjetë qeveri të Albin Kurtit su vro asë një njeri. E pse s'ka ka maj mirë Albini? Ja mu vrojën vro, po më nëm politikisht. Politikisht bre burse, qëre, kush vrinë në gjinja megjave, ato, këtë zbon lav. Po politikisht, që shu vro Haki Imeri, Gjemal Mustafa, Shaban Moni. A ke bona e kërkjes kryeministit Kurti për zborën e vrasjes së vllahut? Kur gjë nuk kumbo, pse s'ka pas ku, u konë të shlilu veriun. Po naljo të këtë të flasim edhe pak qëtu. Naljo që të flasim edhe pak. Pse, Sali Berisha tha, flasin kesh sa të muin. Po ja u qift nonën, falin shprejhe Sali Berisha se rrugën e Kumbit në maroj për 2 orë gjys po him në Tiron po pim kafe. Pse ja bo kush laf. Sali Berisha i hoq vizat nuk po mytën mu më skaf në deti. Si ja bo kush laf. Sali Berisha e pruni natën. Mandati ti, si ja bo kush laf. Me se anë, po shkojnë Kosovarë për morin kera atje, si ja bo kush laf. 4 vepra madhore kush si ja bo laf Sali Berishës. Rënoft Sali Berisha për mua. Po rënoft, unë kam shumë mek. E kije, e mirë, rënoft Albin Kurti tash. Une kom vlezër të ndëruar. Në një umenën që të nësene, pak edhe ati që punon mirë ep një hakun. 16% teritorit Kosovës se ka shliru Arbini, tonë pidini.
thonë bre pidini. Na, Dartë Rkiti, që kjo është e vërtet. Edhe tash, pidini që 29 stacionet policisë në veri i ka formue Albini. Bravo. Pesë bloka. Edhe i ka hjek postat, i ka hjek bonkat e shkive. Edhe regjisioni për rejshë blokë se e ko parak atje. Rnuk, edhe. E tash, pse bre kërkush s'peja bollaf këtu? Pse kërkush s'peja bollaf këtu? Punë të mdoja, punë shteti janë këtu. Desh ta më ndërprej se e kam një mësafir është të nga prit, a e thirmi, është një gazetar, është Arlindi Meri, edhe vjen sonte më t'i po të pytja rrëth që sojt e me të Fajki Merit. Po, anë bre, anë unë e kom të la Fajkin, dhe vjen ajde të bon pytja. Eftojmë Arlindi Meri me neve sonte, hajde. Mirë mëroma mi se jera, le? Mirë mëroma, mirë se jera. Falinderit shumë që jera. Mirë mëroma. Mos ju afro gata, le? Mirë mëroma në mes dite. Se e shjerë më tost. Ja. Falinderit shumë që jera, le? Se ko për mu. Inshallah, ha? Se ko për mu, se ka morë për mu. Kjo e ko për gjithë ata që e kundërshtojnë. Ja. Ne, s'ma mërë mene. Falinderit shumë që jera, le? Knatësi. Kem të folj për vlone e i meri Merit edhe Aki i Merit, Fajki i Merin. Po. Unë e di që ti e ke nxjerrë një dokument, edhe po besoj këtë dokumenti që zbulu ma herët është i ytja, që e ke nxjerrë ti, në fakt, se jo... Unë e kom nxjerrë atër në televizionin Klan. Para një viti nëse nuk ka bëj që ashtu. Qka kemi thonë sonte basi si merë? Kjo po thot gjitha janë rana dhe gënjeshtra. Po thot që nëse e gjonin një fotografi të Fajki Merit që punon me bien sërbe, po thot unë jam i gatshëm me dal me kërku fali publikisht. Po fotografi sigurt vërtet, jo ai. Jo, tash me thonë vërtetën, fotografi nuk ka, të paktën unë nuk kam po, edhe nuk di që ekziston në fotografi të aty në takime, mirë pa aty bisedohet për disa takime në Beograd, në Cyre, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në Belgjik, nëse s'ka bëja. Po në Belgjik është strehu Halet Sahitaj, sipas deklaratës që e ka dhënë para State Departamentit Amerikan. Ai thot aty që është marrë nga Floriani, edhe është dërgu në Belgjik, aty është strehu i, kanë thonë që CIA ja ka bu një ven aty të sigurt, bëhet fjallë, i ka kërku me i ble, nëse nuk ka bëj 4 ora ose 3, për familjarët e vetë dhe për vete, me cilat si pas Florianit, që në këtë rast është Fajki Meri, ju kam vendos disa GPS për fëmijëve që me pas siguri. Po, me pas siguri dhe me u lokalizu ata. Edhe dikun ka pagu rrët 45.000 euro, si pas deklaratës Halet Sahitaj, ka pagu dikun rrët 45.000 euro. Gjithmonë si pas deklaratës të Halet Sahitaj? Absolut. është si pas deklaratës tina. Se prezumimi pavajsisë ekziston gjithmonë. Absolut. I referona vetëm deklaratës tina, kur gjë ma shumë në nuk e di. Po si janë njoftë me ta pyesmi Arlen se desh ta më ndërprej, ta pyesmi pas një merr një herë, tana e pyesmi mbos asoj që ka thonë Haliti. Haliti ka thonë se unë e kam lexuar deklaratë, ka thonë që një kod, domethënë me nëse s'gaboj ka shkurti dikon as dikur, më ka thirrë një numër në telefon. Nuk ja kom hap. Po s'ja kom qel, më ka thirrë edhe një herë, më ka thonë diçka dollofe kur më ka thonë që ma ka çuni letër çështë. Kena fol me kamen, ma ka çuni letër çështë, ma ka bën me geshtë që dhe me ku jam mirë i cijës. Edhe mos po tir faiki rastisht. Pasaj merr? Mos e faiki. Edhe ka thonë, pasaj merr, çish ka thonë Haliti po thon. Haliti ka thonë ma ka çuni letër çështë kur kena fol me kamerë dhe ka bën me geshtë që dhe me ku jam mirë i cijës, e ka shkruar këtu cija se s'ka guxu. Edhe kështu janë ju. Çish janë ju sipas teje, a e din ti? Këre bat. Ja. A keni me më kallëzu diçka që ka thonë Faiki, që e dini ju që Faiki ka thonë gojarisht? Apo veç ka thonë Halet Sahitaj? Është deklarata Halet Sahitaj, nuk deklarata Halet Sahitaj është total ren. Deklarata Halet Sahitaj është deklarata e Milem Zeks. Milem Zeka, a the vet, i shkon në muhabet të Halet Sahitaj të hongër e të i pi. Deklarata e Milem Zeks është deklarata e Halet Sahitaj. Milem Zeka, pi që u dol nga negeci dhe i ka thonë, unë e kam njerin që të ka përkthyje në Hagë, aty u mush mlef Milaimi dhe s'kalon gjo për vlo tem pa full. Vlovi jem është shkurt s'komqore pa i përmende sene dhe e ndërprej moton shi as që du më volaf, se e di që jenë ren. Vlovi jem, Faiki Meri, është stërnipi ta herë binokut në luft me Turkun, është nipi i merë binokut në luft me Serbi, stërnipi Azembejt Galices. Djali Tahiri Merit, luftetari Shaban Pollushës. Vlloi Haki Merit, krah idioti presidentit Rugova. Vlloi Meri Merit, shok Jusuf Gërvallës,
edhe Jadem Jasharit është realitet rifoti o gjallë. Nalë veç i plak, veç dy fjallë. Faiki është qaj, mirë bëllë. Faiki është qaj që gjatë luftës 98-ën, ka dhonë pore, thua dhe majrë. Ka dhonë pore 30.000 fund të anglezë dhe bëjshin 60.000 marka. E vërdet. I ka dhonë për u qekerë. Ma qekerë. për më spesgot këtë mapet, apo nga kalëzën që shë njoftë Faiki me Halitin. O, së njoftë heq bre dhe këto, që po të kalëzëj, shkurtimisht, po të kalëzëj. Milaimi e ka quë që shu shku vetë, e i ka thonë Faik, qëm të shvedemoni kom punë me ta, Faiki e ka quë, se i ka rejtë, ka thonë, unë e të kalëzëj kush ta ka vro vlau, Milaimi. Edhe e ka morë, e ka quë Milaimin të shvedemoni, i ka përkthy 4 uër, se s'ka pos përkthys aty, i ka përkthy Milaim Zezës, Faiku. E qka ka folë Milaimi aty? Si pas te, qka ka folë? Po ka folë gjithë shka, po Milaimi dhe Bikajtozi që ta mut, Berat Bushola që ta mut, e kanë që Hashimin atje, se së këmë qune. Kjo shku me qantë, kjo shku i ka kaldu, i ka thonë nga një gecin e misjanë, kjo me qantë të shku atje, po kjo trahtar. E tash, interesat e veta, tash i ka gjithë kush për i tyne, rëncat, niqen e përpichen, a i tash i ka thonë, ndash Milaimi, ndash me të qëllë të shvedamoni, të qanë Faiki me rejve që thoi ta kum zjedë vrasin e vlaut. O shumë ndishme me të ta kum zjedë vrasin e vlaut. Po, sa njeri tani është... A i tani bën gjithë shka. Po, dhe sa është natyre njerit me lyp. Në të thonë mu ta kum zjedë vrasin e vlaut. O, dhe unë kofi për qafë o burë, unë t'i loj komët. E tash, ata e kanë shfrytzue fatkeqësin në qitë sene për mu njëf manej. Këto jenë rend, Milaim Zekës dhe të Halit Sahitaj, absolut për vlotem s'po kur gjo. Vlovi jem, edhe në kuhen, para 3-4 vjetë, para 3 vjetë, kur kryministë i tashum, edhe i kaluari, që këj e shinja, i të veç në vazhdim, këj kërkoj ndihma për ushtri. Po e thonë maherët, që ka dhonë Faiki. E thonë maherët, ka dhonë vërë. Thash maherët, po se ka një këshuqi. Ka gjitha të pore Faiki. Këj ka dhonë edhe pore, djoli, ka dhonë pore. Që një pyti pak ma interesë, ka gjitha të pore Faiki mire? Pse gjitha të pore, va për thonë. Ka dole o burë. Aji ko 55-6 vjetë. Aji jetën në Belgjik. Po a pytet njeri që jetën në Belgjik, ka që të pore. Po a pyt në unë që kumë punu 50 vjetë në Gjermoni, ka pore të unë. A pyt në unë. O vla, këtu e problemet. Varsisht prej shume, se edhe pytet nëse shumë a shumë e mëllë. Nuk o pytje, unë kumë punu me firmë në Gjermoni. Unë kumë morë pore, plët gjepat i kumë pos pore. Unë kumë punu në Gjermoni edhe kumë mojtë firmë në Kraci. Kumë punu për pore. Unë kumë morë pore. Unë nuk pytna. Në ashtë edhe penzinë, të ashtë e kodë mollë. Edhe e kodë penzinë. E kodë penzinë e mirë Gjermanisë. Po se kish një kërë shtajt burë, thash, qatë kërë me rëdë këse unë së me banë. Po tash, edhe 8 djemë i kom, ju s'pidini, 8 djemë i kom që punujnë për poret mira. Mashallah i kom. Unë mu imi bli edhe 5 që së kërësh. Edhe 5. Ama një muzë. Tonë djemë të mi kanë ka 2 banesa. Lena një që të një kërë, së në më këne. Kërë punon në të rrujba. Arnet, që a kimi thonë stresat? O vla, nuk pytet njeri. Që a kimi thonë të pytet mu e ta shqysh e kom që talti. Pa të lutem. Une, ma shumë kisha pos shef me sfidu me deklaratat e zëtë të mirë në tribunal të Hagës atje, se ka qenë dëshmitar. E ke nguë? Po, krejnë. Për shambull? Për shambull, në një moment, zëtë i mirë e thëtë që këta 4 bili ju drejtuet edhe këthejt ka të thëtë, këta 4 e din kush ma ka vro vlonë. Këta 4 jenë konë për shtetë, këmë thonë, këta e din kush u vro. Se nuk u vrovish vlovë jam, unë këmë full për tonë. Po, ka thonë aspektin, po. Unë këmë thonë, se nuk i harrej fjollë, unë këmë thonë, ju të 4 jeni konë për shtetë, gjitha të vrasë jo u bonë, e ju nuk e ditë. Që shtu këmë thonë. E qka kemi, po? Para se me shku këta në tribunal të Hagës, na e kena po një fotografi që zëtë i meri me ish presidentin. Tho që shkujnë të varë i merit, dhe bojnë homazhe para tina. Në atë ku, zëtëri i meri ka thonë që nuk e din, Hashim thotë që se ka thonë, është betu që nuk e din. Ta shqysh u bo që në Hagë atje e dike... Ja, kjo e tha ma herët që të Arlende, të tashone nuk e dita që ka po, për që ta bja bëjë si unë e për përgjishna për ta, tha, unë e Hashim thonë që ta vishë pëse e kumë posë për bolli, kumë thonë, tha pak si për në, që Hashimi tha që as nuk e di, as më ka vro vlohën, e tha ma herët. Edhe jo veç vlohën tem, as një vro Hashimi nuk e ka, s'ka vro kërkon Hashimi. E kanë keq për duar tjertë, u ku maj modhi, tash si mi ditë si me vro, u duf me lejmruaj. Hashimi më ka kalzu mu kush kone ka vro, më ka kalzu shumë sene. E po tash, Hashimi
kur më ka kallëzu mu kush ka në ka vra, Hashimi i mirë për mu, nuk i keq. Të lutem, duhet me analizu senet se Samir Tahiri, unë kum pas respekt për atë gazetar është në Zvicër. Po, Samir Tahiri. Kum kujtu që i meri e vret Hashim Thoqin. Morë majmun, morë budala. Pse i meri mi vra Hashimin? Pa Hashimi s'ma ka vra vlavën mua. Hashimi mund me më kallëzu kush më ka vra vlavën. Ta shqyr çfarë fjallësh. Unë kum shkruar 17-18 vjetë për botën sot. Gazetarët e botën sot janë i shrype i meje. Gjithmonë jam konë ballin të parë. Gjithë. Kur erdh Hashimi te unë më thonë, dë boj be me 300 pleq. E shiti i meri gjakun e vlovë, ma unë shmutin. Më nërë me thonë, po, është realiteti që kë. Po be zëtit, kur nuk e din, mu s'falj. Po kjo realiteti. Po dhe kjo s'ka orë, po s'ma hecë më dhët. S'ka orë sonë të kjo me mbrojt Hashim Thoqin. Ja, unë e pe kuptej për çka orë, por unë po bëj pyetje. Djalë të pyet, ti e për pyetje, jo unë po bëj pyetje. Veç të këta i hopur atë. Është interes, po. Është interes edhe i opinionit publik, po më nej me post çorta këto Sigurisht. Po jesin shumë nëpër mjegull dhe tani po mytën të akuzuar njerëz në mënyrë me tjetër. Po pretendon që gjitha deklaratat e Ali Saida janë rrana. Po pretendon. Tona janë rrana. A mendon që ka dhënë deklaratë në mbetim, sepse ato deklarata janë në mbetim të Ali Saidit. Në mbetim para State Departamentit Amerikan. Renzi bën gjithçka. Halit Sahita i maj poshtë ku ekziston në botë, tonë e din. Unë e shkova e bona një akuzë Mila Emzeks për rena në polici tënë, kur në speciale. Kur shkoj aty, 2 policë dhe police. Kjo realiteti. Tha, bac, po, unë e thash brën nonën, thash pajaqi më se losha Mila Emzeks. Kjo realitet. Më bre se shumë po shonë po fyt nuk mund. Se tana na thoi neve që s'penon mua, fol çka dush. Po të kom thonë po jo më shoh njerëz se tana na albro. Unë po kam thënë që shokon se sa të shoj. Hajde, po veç me asaj. Edhe ajo policia tha bac, tha këtu janë polic, na jem polic. Tash a policin ju a? Tash po a u zbulun e vrasja, keni bë diçka? Po një polic aty burri miraj, trim. Tha bac, shoj shlir, tha shfryu. Tha se Mila Emzekën në gjuhim tonë. Tonë në gjuhim. Milaimin e morin për cirkoz. Milaimin e morin ata që nuk e kanë tronin e dytë heq. Milaimit i bojmë thirrje nga ky emision se është emision live, e ka të drejtën edhe hapësirën kur do me orë me demantu ty nëse do të di diçka. Ko që kam demantan Milaimi se u mënu me Jakob Gru Njaronit që e ka strehu pe i pushke. Kjo realiteti. Jom konë nëne, u konë Rifat Jashari, u konë Maksut Saramati, u konë Shaban Shpati, u konë Gjafer Basha e ka morë në shpet. E ka shkel bukën, kjo i pabesi zotit. Qa ka kjo me demontu? Në qëfë se ju i pranoni demontimet e tina, edhe ju jeni sjaj. Ja, kur unë e flasë që të realitet. Po na e kena emisionin për demontu. Ju e keni emisionin, po unë po bonë shumë sene, po bonë shumë marine në emisionin. U lutem, Ermal Pandurim ka pas në emision. Nëse kesh ta shtë dhe Ermali mur. Ermali e lejan dy brani strefin me hongër mot. Ja, mo, si janë trama, ja, mo. Po mos e Dibroni kode, po, mo. Qka Dibroni, nal, ka të dhejtë diçka. Po, i kum po. Mëse lutëm se ta na thoi që Sadria për i nalë, tu kësha lutë. Jo, Sadria s'po po kur qa. Basajme, ja, po i kena po ma. Qëre. Po. Qëre, Dibrani strefi. Qëre që shi ka hop syt, kjo Renz, kjo Dallavergji, kjo është kom me kryen shik. Që musum ka hongër leshe, që shkom na i qetë. Qëre? Ja, më mos të nxerrë në emision e tjera, anë në rregull, të kësha lutë. Ja, po e di, po të kësha lutë. A dolmi tek tema, po. Arlen? Qa kime kujtë që tërsa? Po, mu më interesan, do me thonë, e thatë që nuk është taku kur njerë? Faiki me Halitin. Kur? Edhe pësa të pretendohet që jënë taku në... U takuë, e ka qute prekurori. Po prekurori e ka po që Renz Haliti 2 orë s'ka nëj aty dhe s'ka pos kur kontakt me to mo. U shku me pretest, unë e të kalzej kush të ka vro vlaun. E ka qu Milaimi. Milaimi ka qu. A the pore, jëm një muhabet të madhë të një jaran, të Halit Sahita. Po mëjtë të ma përmen stopu. Po është qashkopje. Milaimit, ju zdojt ju gazetarët. Me fjallët Milaimit, bile, edhe të Halit Sahita, ju zdojt më morë se u bjerë reputacioni poshtë. Jo, nuk po mirë me fjallët Milaimit, janë 2 dokumente që kanë dollë, njëna është intervista Halit Sahita me prokurorin Alan Tiger edhe me hetusen Danka Uber, cilat e ka zhvillu. Është... Që ajde të bëqka dërë. Po mirë dhe, pa unë që aty në reverona. Unë nuk e kam një deklarat të Faiki Merit
për mi krahasu edhe me mod vërtetshmërinë e saj. S'duhet mi morë për gojë Faikin A fare. ka për shembull ndaj bisedë ose ndaj përgjim Faik i Merit mire ka pasaj merr që ka fol me Halitin ose diçka që kanë bërë plane për ekziston një fletore. Po. Që Halit Sahitaj e ka shkruar me dorë të lirë. Edhe në intervistën e tij që ka dhënë para State Departamentit Amerikan, flet për atë fletore. Thotë që ju kanë dhënë instruksione, fillimisht e ka kontaktu Faiki, i ka thonë po ta kaloj dikon në telefon, që ju ka prezantuar Jack Smith, prokurori Jack Smith, edhe në atë fletore i jepen disa instruksione Halitit qysh me vepru. Që ato pak përputhen me realitetin qysh ka ndodhur këto të na. Flitet për kush me thonë i ka pru dokumenta, dosjet që kanë pas shku në organizatën e veteranëve të luftës, fliten shumë gjona, cilat realisht kanë ndodhur. Edhe që e fletore për shkun mas mirëti, krejt atë intervistën që është dhonë para State Departamentit Amerikan. Sepse atë flitet për emra, flitet për kujna ju kanë dhënë pare, kush ka dhënë pare, qysh me shku tash të mja lype dhe do pare. Po një me është edhe një domethënë është familjarëve të akuzuarve atje. Është edhe një vend aty ku thuhet për shembull ku thot Halit Sahitaj në deklaratë ti, dhe me ki pas ka thonë Florionit, gjithmonë sipas tij, Faik i Meri ka thonë tash kime shku te familja Thaçit edhe Veselit me lypore, ndeshi me ka akuzat kundra juve. O vlla, ata janë gjendje me thonë gjithçka. Po a keni ju një deklaratë që tha Faik i Meri çështu? Atë janë një zonin Faikit, atë është shkrimin e Faikit. S'keni kur gjë. Mos e merrni njerin për gojë. U lutem. Na nuk pe morëm. E ka marrë Haliti e na po thujmë me fjalë. Fjalët Halitit mos kallzani, kallzoni me fjalët Faikut ju. Një deklaratë që ka dhënë para departamentit shtetit. Halit Sahitin e din tonë që është bashkëpunëtor edhe i Rusisë. E ka gruan ruse, as ka momin e sons. Po ka bashkëpunuar me Rusi shumë e vërtet ka pos. Po ka pos bashkëpunim. Lutem, po ju s'duhet më morë me thobi lë morrë. Po nejse. Jënë punë gazetarëve këtu, ju i ladrani. A lindë o më gazetarë zonet, se për shkona për vana që tash. Unë jam moderator. E përmendet ma herët dikun në mes fjollëve Mehmet Locin. Po. Në çfarë konteksti e përmendet? E përmena Mehmet Locin u konë në burg me Sabit Gecin e me Avdi Behramin. U jenë konë në burg në Dubrovë. Edhe ata kallëzojnë që Sabiti u konë mirëmbajtësi i restorantit aty, edhe e kanë hjek të një Sabitin e kanë qenë Prizren, edhe në Prizren u shku e ka mori Ilia Trajkovici, e ka prunë laush, ja ka dhonë një automat, ja ka dhonë 100.000 marka. Edhe uzat rona këtu. Për çfarë periudhe kohore po flasëm se. Pse e ka dhonë fjalë, pse e ka dhonë gjatë kallash? Ha? Pse e ka dhonë? Ai ka thonë Mili kujdu Adem Jasharin. Ka një Ademi, këtu janë fjalë që i kum një pi popullit pitonëve. Po mos folën me fjalë se ta. Po edhe ju po falni çashtu? Edhe ju po falni çashtu? U lutem. Që të zonë ardhe. Jo. Na bëj referohem në dokumentit. E tash, u ardha Ademi ka thonë doj, automati yt nuk vret shkije, ka petemin se ta bëj kështu. Edhe u dal me automat të Ademit, e ka plaguj shko vra, nuk e ka krejt. Edhe u met jashtë gardhi se ky shkojke me motor s'kene raj Sabiti. U lutem. Sabit Geci nuk deshti me një kush o kombëtar, Sabit Geci s'deshti me një kush o atletar. Shumë kontra Sabit Gecit Na, veç flas mur të kry. Sabit Geci s'deshti me një që isha Jarani Adem Jasharit. Sabit Geci s'deshti me një që isha shok i Jusuf Gërvallës. Sabit Geci s'deshti me një që isha Stërnipi Azembejtës, nipi i Merbinokut, Stërnipi Tahir Binokut, s'deshti me një asja atë, mrasin burg 20 dit me dorë lidh kum nej. Për çfarë periudhe kohore po flesni kur përmendni Mehmet Locin që u kon bërë, se Mehmet Loci ka qenë punëtori i shërbimit. O e di unë. Edhe ka rrej shqiptar sa ka mund. Jo, ka rrej. Mehmeti nuk ka pranuar vetë, ka pranuar. Po rregull, o s'ka ka rrej atë duke menduar që kum rrej. Edhe Kozha Krenar. Dikush e duh më rrej edhe atëherë më burr. Ja, gabim, çfarë spajtona me ty? Atëherë ju në kufshi trima. Jo bre trima, basaj merë. O, qëre para lumë basaj merë, gabim me ki që të spajtona me ty. A thohet që s'është mirë më të rejtë ty Sabit Geci? A ke thonë që s'o mirë? Po Sabiti s'u kon pushtet o vlo. Sabiti u kon kriminel. Po me Lioci u kon pushtet, u kon pushtet. A ju kon pushtet? U kon punëtori i shërbimit. E di që u pushtet. Unë e di që jenë kont shërbimit ata. Jenë kont shërbimit. Po, a më mirë u kon që jenë kont të shqiptarë të shërbimit, a më pas kon krejt shkije.
Që e umërmenja juve? Po që ata s'kan posër dallim për atyne. Qa unë e të ta përgjigje. Me të rejni sërbë se një Ma mirë me shqiptar. të rejni shko, se me të rejni shqiptar, për shembull ti nëse përnëm për Se sërbë. bre burë s'pi pranoni për Ma i sa kalje, dalë. bëj. Nal, se s'pi pranoni sa dalë bin kurtin që e shlira ja thonë të veri ju të krejt. O më zdani një për mirë tema mësoj. është një ku, ku do më se po shumë po përmenet me të lutë edhe i bëjnë thirrje dhe me meti që e ka drejtën me u përgjigje dhe me u kur do në emision. Është një ku mirë ka Pacajmer ku edhe ai në librin e tij thotë se ka punuar në shërbim informativ të Ibrahim Rrugos edhe ku thotë që janë burgos. Dikon një vjet e gjys ka mojt burg. Është e vërtetë ajo që po thotë. Arlind. To Nuk e di që ka punu në shërbim, ka matretu ka rejnë shqiptarë. Po akon U konë bërë, akon. u konë kanë kundër forcave të Serbisë me Avdi Behramin bashkë. Po ka qenë një ku akon burg. Unë të Mehmeti ç'do e përmend libër ti? Ai u konë burg, me paskon qa që keq nuk e kishti Serbia në burg. Po, nuk e di a kam edhe një pyetje, nuk e di ata ka bë Sadria ajo në tribunal atje në gjykatën speciale keni përmend ka thonë që mu u ordhë me kur është plagos... Që kjo është libra? Kjo është libra me Mehmet Lucip, kamera? Po. Që të e përshkru? Duke të ofendim me ta përdur flamurin Dardan me Mehmet Lucip. Shërbimi informativ Ibrahim Rrugos, Republika e Kosovës. Kjo thotë që është njëri ndër themelues të shërbimit informativ të Ibrahim Rrugos. Ç'to thot libër po? S'monet me kon themelues i shërbimit rrugove se me punu për shërbim Serbisë. Jo, pa Ibrahim Rrugos. Po thot për Serbisë. Unë nuk besoj. Po kjo të thon, nuk mund të me besu që Rrugova ka pas shërbim mrena tina njerëz si Mehmet Loci që kanë punu për Serbinë. Po Mehmeti s'ka punu për Serbi, po u konë burg Serbisë pe serbëve. Serbët e kanë shtinë burg. Që shmunë është mi të Moskvu që ka qëfar tjeri që u konë burg. A i vete ka pranu që ka punu në shërbim të Serbisë, ka re shqiptarë. Ka punu edhe Fadil Hoxha bre. Po mirë dhe kam punu plët. Ani u koj kesha? Po qysh mi thonë që aty në njerëzve që kam punu në shërbim të kohë, edhe kanë re Fadil Hoxha ka pru universitetin në Prishtinë, aje ka qelë universitetin. E sot Fadil Hoxha s'më bëjka, e kush të ku duf më bon këtë vend. Po këtë, qërë të sene dhët me analizu, a i folëm të ku e pote më pyjtë për gjykatë. E ke përmen ke thonë, kër është plaguz loj uj, jeni u ordë policia e Serbisë me kërë të shtrisë, na kanë marë, na kanë qu në Mitrovic. Nal, s'kum thonë ashtu. Lutem. E shpjegoj me herë për të ske këto. Jo, për që më konë kërkoj folë, thash nuk e dhja ta ka bu... Qëre, kur u plagu vlovi jem, e kanë pru me traktor në Kopilis jëm konë. E ku morë me një lode këna pos një kërë. E ka qua tje, tha. E ku morë, jëm shku një zbicë, të zajmë Bajrami. E vërdet. Se shumë po honë më të qyshe që i meri vlon në spital. Shumë po honë, se s'kanë bëhet një qua ta vlon në vetë. Unë edhe gjdo një ushtar tjetër, edhe ty, qyshtar Linda, e gzafsh. Pasha zotën s'kisha lonë të plagune me ikë, në dyje, në isha dek me ty në të kisha morë. Se li e vlon tem. E tash, u plagu vlon, e ku morën e vlon, jëm shku të zajmë Bajrami, ajo herojës të zajmë Bajrami. Ja ka dhonë, tha aty një ja ka dhonë një lektësi, ja ka lidhë komën edhe më ka thonë, i merë në bosh njetë me dek për vla. Në pështë të zotit dyve, në shkoni dy. Unë e këmë thonë, ja dastur Allah. Pi bëjnë jetë me dekë për vla. Edhe kur ka shku atje, tha, më kam prit me ty të atë pushve. Hej, 500 pushkin konë neve. E ka shpigu për terroristi. A ki diçka tjetër për se këta e shpigoj? Këto këmë shpigu, po. A ki diçka tjetër, Alen? Edhe tash, qëre, ata njerës që sëtë thëjnë qyshe që i meri, e qova se gudzova. Njeri, o burë, qyshe se që i vlonë, po atash edhe ty s'kisha lonë, bre. Edhe Sadrin tyve në kisha lonë edhe gjdo njonin, që të kishë ndodhë nga të meje, dyja të lonë të kisha. Mujtë se zonë të kësha vjela të dhijin? Po shemin, nuk kisha lonë. A ki diçka tjetër me vetë? Edhe një shumë shkuar të përmeni që ka qenë shok e Adem Jasharit, a i nikon në 92-ën kër është bu themelimi i ushtrisë rimtare në Odën, Adem Jasharit bashkë me Hashim Thoqin, Kadri Veselin, Jakob Nuren, e plët Sajet Jasharin, e plët veprimtarë tjera të ushtrisë. Unë e qërë jem konë në Gjermani, unë nuk jem konë aty. Ademi kur orë në vajnik të... A është e vërti që ka ndullë që e pasa të me? Po që të qitë regjia le ta qëtë një nëse ko mundësi. Po, në gamë, Jakub Krasniqin e kumë një të i thonë që Adem, Hashim Thoqi edhe Kadri Veseli jenë këtë thynë me Adem Jasharin. Ja, po, ama aty fletë për periudhë 98, dhe mund, kjo është të vojtë për periudhë 92, Arlindi.
A, 92, unë nuk e di, unë jem po në Gjermani. Në udën e... Unë jem po në Gjermani. Nuk e di a kore që Ademi o i hershëm, dijet ajo 92 edhe kër e kanë rrethue. Jo, s'është, është një dokument që e kumë... Jënë do emra. Po, jënë do emra që e kena publiku me atë. Janë, atë nuk i di, shka se di, se di. Pushka e parë 30 natën, 92-ën, në Glogos, Adem Jashori, Omz Jashori, Shaban Jashori, Las Kudra, Samir Shtoku, Kadri Vesili, Jakub Nura, Hashim Thot, që Sajt Jashori... Proces Vajc, Bari, Nuredini. Unë një e di, Samir Shtoku orë një muj det, apo ma shumë, pej Gjermonie, mas luftës Adem Jashorit. Një muj apo ma shumë. Po, 91-92 ka qenë këtu. Këtu ka qenë. 91-92 s'kemi një gjonë, s'di shka u bon atëherë, këta kemë është mboj 1992 të rodë në Adem Jashorit. Sonde, me preashtim për era tjera nuk e di shahun. Nuk përdu me jam mojtë krojnë se s'po manin heq, për i mirin, që pithamë në rësuin dhe për këshirë rësuin. Sonde akoni sinqert. Këj për të kalëzën që s'akon heq burë. Ma mira me thonë që m'konë, se me thonë jem kone, më mundu me drëllu. Ja, mërë, ja. Unë jem po në Gjermani. Këj për thotë, Adem Jashorin e kom njoft, edhe më ka njoft ka do shfarë, për natë njëshëm këtu s'jem konë. Po, me Rifatin jem konë në Gjermani. Po, se dhe Rifat Jashorin praktikisht kena banue. Po, më rëpur se në... O, në atë ku, basa i merë. Edhe që në po tëmë, një burë bukurash, shëq i Rifatit shëqnis ken pas, vesh burë maj moral, shumë se Rifat Jashori në shëqnis kena pas. U kon ideal me i morë lakmi. Tonë kena leviz paka në i knej Rifati, u konë qëndrimin e prerë, u konë ideal. Edhe ti do më dhomë pas ke livrit, ha? Jakub Krasniqin e përmene ma herët e keni akuzu për një vrasje. Që ku e kom këtu? Apo delim? Qka ashtu? Qka kja ty? Për Jakub Krasniqin, që ku më folin debat plus, apo dal? Që ku e kom këtu? Apo delim i po? Qa me po dokument? Dokument? Po, sigurisht e po. So kur gja, a the, mujna me fol? Po, a mo dokument, ju... Jo, fotografi... Jo, lo fotografe, se ta na përna thojnë që po vojnë me lo fotografe. Qëre që kë? Që kë? Po? Që kë është Imer Binoku, kë është Sheqer Smoka, Azembejt Galica, Fazli Baroni dhe Fekra Kinica. Që, po? Imer Binoku o babgjyshit, a ka të rëgjysh? Po, babgjysh jem, Sheqer Smoka dhonër... Imer Binoku, Sheqer Smoka, Azembejta. Azembejta, Fazli Baroni, Fekra Kinica. E tjerë, po, dokumenti për që ato që i thau ma herë. Po, që e fillë që tash. Hajde se policia ka nëmë. Si policim të të nejtë në Jo, s'ko gojle rrim se ti je i zëti shpis këtu. Po, s'ko problem. S'ngu se unë e veç dokumenta lidmina. Që fill dokumentun e... Amo, aty është, ati pse Arlindi për do me dojtë, se unë e kumpon dhe Bardus që është lejmu e djali i... Po. Që. Hajde i modhe zatë në një ma. është lejmru djali Ahmet Krasniqit edhe ka thonë që është shpifje. Jo, i Ahmet Krasniqit, po i Gjevati Sufit. Gjevati Sufit. Kjo qenë, këj kom me kry është shiko. Kur erda pe i hagë e dulë, tha, ka rejt i meri. I meri s'ka rejt në hagë. I më ko shumë i sinqert, shumë i drejt për drejt, edhe mu ka pranu deklarata në tërsi. Po, të kësha lut për tjetë më sfalë, për deklaratën që thot Jakub Krasniqit. Nalë më sugot, se tash, edhe unë duhet me full diçka. Që kjo Skender Musa, një avokat, një magor. Ja, më se se këto e ku posa avokatë në une. Kjo është avokat në derumë, mëse tjota. Kjo ka rejt i meri ka rejt në hogë, s'kum rejt në hogë. Ka rejt, kjo, nalë më sugot, a lëp dokument. Tash, re qitu re. Halit Baroni, vetë Gjevati Sufi në kanë vro shqiptarët, që ku Halit Baroni aty? Po së është me dokument kjo ka thonë Halit Baroni, së është dhe i farë fokti. Qëre veri u info, këtu. Ndërsa Gjevati Sufi pas formu në shol heret nejse edhe këtu flet që e kanë vro shqiptarët. Qëtu Gjevati Sufi. Po si o vro. Po këte janë kësi bre shkrimi bre pasë. O djali, këtu e në realiteti. A ki ti në debatlës e thuni diçka që mu më interesën shumë. Thu ka orë vlavi i Gjevatit edhe mi ka thonë do fjallin i kumë shkrua. A i ki që do fjallin? Vlavi i Gjevatit? Po. S'kumë thonë. Ja, po vëllohi. Që kjo Gjevati Sufi? Ke thonë ka orë një familjari Gjevati Sufit edhe më ka kalzu. Jo bre, jo, nalu më sugut. Po bre ke thonë? Jo, po krejt sholja më ka kalzue. Tonë më kanë kalzue. E familjarët e tia ka orë në i kosh? O, familjarët e tim kanë akuzu se e ka thirë sa Milushtaku këto. Thirë dhe mën të e i merin. Nuk është akuzatrona. Po si ngrise, edhe i pjok e fërma po edhe një plak e ka thonë. Djoli i Gjevati Sufi. Po më për më si nëzirë me këtë, një lutem, po. Qëre,
Se janë alë, jetojime në kemë që së ndërë. Skender Musa ka thonë. Jo, po, s'ka argument. Nalë t'i flasë dy fjallë. Skender Musa, avokati, ka thonë Gjevati Sufi u vrotë të dyrë të burgus Mërkonicës. Ka rejtë, qëre, ku e ka për mëndurën. E ka 2 kilometra largë burgus Mërkonicës. 2 kilometra largë. Dullën me rejtë. Ma me se dhe një plakë që tu e kom pasaj me. E kom po, ka kaldu plaku, bila i tha 180, na i kanë lypë me i vro. Në likavës, ne me si janë tanë. O konë qashtë. Po, konë dhe po, ka folë veç 4 ura vaj me të njëne. Kjo realiteti. Me të njëne, për shumë laj nuk ka folë. Unë nuk bëshme. Deri tash, basaj i merë, më sta prishmi këtë emision, se deri tash i merë i mirë i folli me fokte. Më zdolmi në të fokte tash. Kjo fakt. Nuk është të burgut Mërkonicës. Faktë është që ka kanë vrot i vllavin edhe ti e di sakt. Që kjo nuk o fakt. Që kjo nuk është, nuk o... Sa shme pasaj me të gazetët nuk jem Për që to ka fokte. thonë vrot të burgut Mërkonicës, kjo 2 kilometra largë. Ani të rregëll për pranojmë, 2 kilometra largë burgit, që kjo një fakt. Këto tjerat janë lofe, mëna me thonë, ta është ta lindi më që me thonë, Sadri që ka vrot vllavin dikosh, edhe si besoj. Po ta na fokte janë, krejt fokte janë këtu. Jo, titujt e gazetave nuk shalut me si sa në mësmin me mo, jemi minutat e fundit burra. Minutat e fundit jemi burra. Krytet veti avokat. Po, kjo mori e se kom posat, Arlen, që ki diçka tjetër mi, s'ki, e që kjo kushan, që kjo, edhe kjo jarani juvi dikon. Po, gazetar. Liri dhe në lazoni. Gazetar. Kjo më komentej ke mu që shumë konë hog, mërë majmon, po për në hog, t'kallëzoj unë, se unë si më dojnë më sheft atje, hop të dhe. Arlen, jemi minutat e fundit dhe se ki diçka tjetër me shtu shkurtimisht, se e mbëllë. Ju e për... Po, e përmeni, Arlen. Po dhe shumë shkurt, se dhe janë deklarata shumë të rona që u bënën edhe, për shembull tha, ja kanë qitë 3 herë bombat Ibrahim Ruguvës, që ta njerës të, se ke fjollat të Sabit Geci nëse nuk ga bëj njerës, që ata njerës ja kanë qitë 3 herë bombat Ibrahim Ruguvës. Ja, Sabit Geci që ka qitë? Ja, Sabit, ja, s'kum thonë. Njerës, se nuk e përmeni, nuk thash asune që e përmeni direkt Sabit Gecin. Po tha qatë ta që ja kanë qitë 3 herë bombat Ibrahim Ruguvës. Kush ja ka qitë bëtë i merë? Batë tonë e dini. Tonë ju e dini. Kush ja ka qitë bombat Ruguvës, tonë ju e dini kush i ka kollë flamujt e Ruguvës. Ja, unë se di për vedi. Ja, tonë e dini. Pasha zotit se di. Tonë ju e dini kush e ka vrojë Gjemal Mustafën, tonë e dini kush e ka vrojë Smalaj Dorajn, kush e ka vrojë Tahir Zemen, zoti si ka vrojë me pushk. Ja, me pushk po i ka vrojë qita. Po nuk ko vendim gjykate, nuk ko hetim që ka përfundu. Gjykata absolut se kalu veshin këtu. Se gjykatën e kanë posë këta të kopun në fëtë. Vete pranut që Sabit Geci ka mojt 15 vjetë burg. Euleksi ato e ka denu. Po dhe Euleksi e kom të edhe për tjerë. Nuk i kanë ullëm të tjera. Unë që si fakte për du. Po, është fakt që për shambull grupi Drenisa u dënu. Ka mojt burg. Po, pra Arlit, po, problemi që këtë ka thonë e vrasë. Po, s'jem dënu se në Drenis u vra haki i meri. E këshmi mbyllë. Në Drenis u vra Gjafer Mehromi me djollë. Në Drenis u vra Zema Ahmeti, Nipi Ahmed Delis. Këto janë gë, këto janë fjallë, nuk janë pretendime të mamë nuk. Janë pretendime, mbesin mësozat pretendimeve. Ishte knatësi. A u krya? A u kry 2 ure mbu, faleminderit shumë. Arlit, bëna e Allah, faleminderit shumë. Faleminderit shikuesve, notën e mirë, ka që të person dhe shimi javë tjetër, edhe një diçka kam për gjithë ata që i ka përmeni mere, e kanë të drejten kur dush më paraqit në studio të emisionit Këshia Show me orë me demantur nëse ata menujnë që këj ka full diçka nga bëmësht. Edhe i fjoll, në qëfë se ata vinë me më demontu thirrum edhe mu se mjetë bërsh. O kry, faleminderit shumë shikuesve, notën e mirë, shimi javë tjetër.